pastaj edhe telefonata me Donald Trump, takimi me Stamer, ku domethënë komentet ishin që i tregoi Stamerit që s'është një vend kolonial, ku ti mund të vish edhe të ashtu. Prandaj thash që nuk ishin disa gjëra. Ajo me Stamer ishte gjë më kryevepër. Fusha është e jotja. Po, ajo me Stamer ishte gjëja Ma lejon ndonjë pyetje, ha? Okej. Ma fol. Jo, nuk flas. Nëse. Ajo me Stamer ishte gjëja, domethënë gjëja që do veçoja më shumë, sepse në momentet që unë kam qenë jashtë dhe ne pranoshim nga ogur më duket u qushin ato, pse që ishin ca kinez që si me të bota fare, futëm ne, nasil mo, i thoshin, as një si pranote. Sale i thoshin, nasil plot, sa doni, futën i mrena. Po edhe Rama pranoj, ca Afganistanas, ca Kudigjon, ca dreqer, si gjoja Afganistanit, si me pranu salën, e këtë qatë. Ajo është, me më sinqerisht, në Afganistanin drudha meni, këto me vete, ne i prunar. Edhe, as pida as gjos dishin me bo, as atas, as iranian, se morën dhe iranian, na morën qaf, na hynë për kompjutra, na rrujtën data. Nuk sot në asi kultur, pak të në thosë, e ke pesu si që është në Angli, për shumë, haqë këm këtë dyqanë iranian, se po pitet mira, ose i gjotë mirë. Jo, ato vetëm në vilësi. Salën ti mendon që e kanë pru pa 100 vjetësh për me në rafshu? Po qamë, unë për të them, Afganistan që na erdhën, identik Sala, me gjithë ushtrinë e vetë. Identik, asi gjos dishin me bëhet. Edhe, as iranianët. Sal. Dhe u bëdhe ajo si më të them, me melonin, e këpër që shëja kontrata, që unë e kuptova fare mirë në atë moment, po mirë nuk me erdi. Do mund që u hapa jo në lezha ku u hapa jo. Nuk me erdi mirë, sepse e këpër që bëhes një vënd tërë, se doli dhe një nga Wikileaks, doli dhe i problem akoma me i qelbët, që ne meshim, si më të them, njerëz nga Iraku e i rrifshim këtu në dru. Po, sa të mësoshim që druni, mësa në qoshim për në iksin për këtë unë se ku. Gota më beja, këtë si që këtë. Do më thonë, na doli edhe pjesa drunit, në kur isha në Angli, do më gjo më tufsh me ska. Dhe në momentin që Stamer ose gjithë Anglia ishte pregatit, që ne të thoshim hajtë në silë ato kaqurelësat e tuj, këtu. Ajda jo tha, kjo ishte tha një eksperiment, që në qofë se të funksionoj këtu, tha mund të bëjnë dhe gjithë shtetet tjera. Dhe eksperimenti, se unë lexova që më shumë, eksperimenti ishte psikologjik. Në momentin që i thu një refugjati që dëgjoj, nëse ti shkon në Itali, derisa të rregullosh ti dokumentat, do të drejtohesh për Shqipëri, ai e pyet 2 herë veten. Po. Më kuptove? Po nëse do i thush do shkosh direkt në Itali, ai e di që mund të punojë në të zezë derisa ta aprovojë dokumentat e njëri tjetrën. Bravo. Kurse në Shqipëri, sidomos se si është krijuar ajo, thotë jo shoku, më mirë po rri këtu në vendin tim, ose po gjej një vend tjetër për tik. Pra është më shumë, sepse nuk ka një shumicë të jashtëzakonshme. Është thjesht ideja që ti të krijosh këtë barrierë psikologjike tek Okej, po ta të kalojmë të vim tek Stameri. Ke Stameri, pra, dhe duke i thonë jo kësaj, duke Stameri arritit nxjerrë diçka që ishte, domethënë, ndëgjat më të bukura, 2-3 gjëra që dolin nga Stameri, doli kjo që dëgjotha, më duket se është në shku kontrata, mos them që është shumë afër në shkrim një kontrate që disa makina lufte të prodhohen në Shqipëri. Pra Stameri në një farmase është sukses dhe për Stamerin, sepse
të prodhojnë Angli janë shumë më shtrenjtë, do të prodhojnë Shqipëri është shumë më lirë. Tjetra që ishte shumë e rëndësishme, ishte kjo që ata shqiptarë që kanë hikë jashtë me dokumenta, le themi, duke u paraqitur se kosovar, të kthehen në shqiptar dhe të marrin dokumentat sepse është shumë problem me të gjitha llojet e gjërave, që nga shkollat e tjera. Do është një ngërç i jashtëzakonshëm me shqiptarët, edhe pensionet e me radhë. Pra është një arritje tjetër shumë e madhe. Dhe një arritje akoma më e madhe ishte që gjatë kësaj bisede u shpreh që 1 në 500 shqiptarë dënuar, nuk është 1 në 50. Do t'i që pa marru fjalë në ato ke televizori syri, ai televizori terrorist, del një Coca-Cola, ku diun se çfarë, dhe thotë jo, nuk është e vërtetë, është 1 në 50 shqiptar që është brenda. Tash se kujt shërbek kjo? Se për krenarin tonë nuk është kjo, apo jo? I shërben atë parazhit. Dhe në qoftë se do thuash në 1 në 50, nuk është se ke për ta bo 1 në 500, do të thënë nuk do japësh një dimes për këtë. Kjo është vetëm që ti shtosh turpin tjetër. Sa ajo mund të jetë 1 në 50, mund të jetë dhe 1 në 10. Po mos e thuaj ti. Po ti mos e thuaj, dhe shqyqy që nuk thuhet në nivel, liderash. Pra thuhet 1 në 500 nivel liderash. Dhe çfarë do të thotë kjo? Është që shkoni në Shqipëri është safe. Nuk keni problem. Dhe shqiptarët nuk janë ato, është thjesht për portretizim mediash. Po gjore gjo më tha mos në redi, Rama tha se ne jemi tha 1.50, 2.50 ne jena për burg, tha. Të më thënë, unë nuk e kuptoj si s'ka ligj për mediat, në Angli nuk nothë, nuk e di. Nese. Normalisht në çdo vend të botës, po këtu quhet shtypja e lirë shtypit, i thuhet i onxhir fakte do t'i shkon për shfifje. Kjo duhet ndodhi dhe ndoshta do flasim herë tjetër për këtë sepse të dëmtosh Shqipërinë, gjoja duke dëmtu sepse kështu është dëmtu Shqipëria, gjoja duke luftu komunizmin nuk le rronj pa kthy mrapsh, gjoja për të luftu Ramën nuk le shqiptar krenarit shqiptar dhe pa hudh në tokë, shteti korruptuar, shteti drogës, shteti kësaj, shteti asaj, se gjoja për sulmon Ramën sepse kur je gung dhe nuk jep do të alternativ ke populli, pra ku je kriju si organizat terroriste, çfarë do bësh? Sa shuta kanë mësua ata dhe ti nuk e hap faqen tjetër, ke ngel ke 10 faqet e para, se si rëzohet një komb. Si rëzohet një komb është shif kapu kena i fjalë, nxirre tjetrin keq, e një tjetër. Kurse këta që kanë prosperitete, çfarë bëjnë? Thonë ky e ka bëu kështu, ta bëjmë do e bëjmë më mirë. Do të shoh se çfarë mund të gjejmë më mirë për tjerët. Dhe krijojnë këto vatra, plus ato 5 milionët që vinë vit nga Greqia në media tona, pra ne s'kemi as shishjo. Ku diu se ç'a bëjnë ato? Ato janë bosi u sjellsi më duket, nuk shojnë punë hiç. Po i vend duhet jetë. Jo, u sjellsi punon. Po nuk e di siç ka qenë. Ka qenë më keq akoma. Se gjithë u sjellsi vite këtu me mbroj teatrin. U sjellsi qofte aki. Sa keq që ne, më kujtu dhe u sjellsi, më kujtu 2 gjyshe dhe u sjellsi. Po, Nes. Vite u sjellsi këtu mos më aparateve të se u sjellsi kishte që bën të aparateve të vinte maca gazit edhe të vinte fatura aty sa i birit të. Sa shtu e kishin për tender, ju dilte më lirë, dhe vinin bajë dhe fluturë, dhe më doli mua që mund të kisha një hidrocentral të vogël në shtëpi. Në shtëpi, po. Kjo doli nga Stama. Pastaj ajo gentilesa që tregoi me këtë me melonin ishte kryeve, ose humori me gjithë që e përmendi dhe shkrimi holandez, domethënë që një humor tha tepër i këndshëm, sepse mos harros ata janë dru gjithë. E ke parasysh më na thonë dy vite tash hajde shkojmë mbledhje partie ose mbledhje organizante ose hajde
unë ke ky emision vi me qef, se po të më thonë shko ke këta tjerët, që më shkë s'du me flatronin tim, më kupto, ose hajde shkojnë mbledhje me Salën, me në thonë, është të marë, por, kur... Nese, ta shti ka fillu bëhet i lezeqëm, se nga tronë u po dhe qeshin vetë ata, nese. Qeshin ata që janë banë, po, nejse. U kam vrenozin që i jep kështu. Jo, vetëm vrenozin ka me vërtet që i bë me qesh. Por vrenozi është më i saktë, tha nuk viu në këtë protesta. Dhe pra e përmendi që i çeli tha fytyrat e gjithë pjesëmarrësve. Pra tregoj dhe mikpritjen shqiptare. Dhe del dhe një tjetër që tha, po ky tha me atlete, po ky që përkulet. Dhe atyre tash unë po i bëj vetëm pyetje. Me çfarë kostumi ishte vesh kryeministri çek? Ose spanjoll. Ose Macroni më tha. Macroni. Që janë vendi firmave dhe i veshjes. Nuk këto me ditë a ka qenë as ka qenë. Do më thënë, vetëm Macroni që bo lajmë, pëse është francez, bo Stamer, Erdogan, bo dhe kjo e vogla se nëzori ky. Kjo e Italis. Tjera kanë qenë as një nuk e di. Dhe që të bësh lajmë, do të thotë që ky vend i vogël të marri vëmendje. Për këtë vend vogël të shkuet, për këtë vend vogël të zgjohet interesi i biznesit apo i vizitës. Po qoftë edhe i respektit. Më kupton? Dhe që ta mbyll gjatë takimit u pa që u përmendën shumë gjëra dhe do veçoja nga fjalimi i Ramës një kunjë mund të quaj, megjithëse gjithë kunja ishte ajo, po një shumë të rëndësishëm, i tha, e disi është puna, tha, më mirë, tha, në të flasim, tha, se si mund të prodhojmë në vendet tona, si mund të prodhojmë biznes, tha, jo si mund të prodhojmë luftë. Kjo ishte i kunjë për gjithë. Më kuptoj se ne jemi mbledh për luftën, po a mund të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, tha, që të ngrejmë këto ekonomi i herë se lanë nom njerëzit, apo do vazhdoni ju me Zelenski. Zelenski rritë si mace vogël aty. I shkreti, ose i tre vishë si ishë moment për deshe me po screenshot, rrita afër këti Macronit, o thujen e fjalë, kur do dalim ke lufta. Kjo është paka shumë për këta. Shiko, është një nga ndërhyjet që të premtova, që t'jemi sinqert, Zelenski mund të ketë, edhe ka gjunahet e veta, dhe më thënë mund duket, kam të merë si shtë rezerva, për mos më thënë është një rezerva gjallë. Po. Vesa, heroizmin e Ukrajinës dhe të përballojnë fuqinë e dytë në botë se ka njëri. Kjo është e pa diskutueshme. Dhe unë të përballosh Rusin nëse si duke përballuar në një... Tani, kjo është e pa diskutueshme, tërmëria atyre dhe mënyra se si... Jo, kaq, mos e vazhdoj më tutje, kaq desha të them, nuk... Nëse jam më se dakord me ty, dhe ajo për çfarë unë e shoh Zelenskin me një, si mund të them, jo urrëtie, po domethënë duket një qenie përshtie njerëzore është pikrisht sepse atë popull nga 50 miliona e qoj 20 miliona, e ka qu 15, ashtë nuk e të se qarë. Do më thënë u bo vegële e perëndimonëve, sepse, dëgjo, një Zelenski ishte dhe Saliu. Na përgjysmoj. Na përgjysmoj këshue, na përgjysmoj ka gjitha, ka trunte, ka gjitha, më kupto, e boni i vend zhele komplet. Ky e qoj më keq, më luft, se dhe Sala futi luft mes shqiptarve. Akoma më keq. Kjo është akoma më keq, futja luftës me shqiptarve. Bravo, dhe do më thënë kanë paftyrsin që në fund të zgjedhjeve në një nga mediatona që ka shfaqe dhe i flamuri i dam dysh, më këto këto me pushke, ato me dele. Pra, antishqiptarizmi në Shqipëri është i jashtëzakonshëm. Dhe në fakt, do më thënë është një pyetje ndoshta retorike. Qa më bëri përshtypje mua, më bëri përshtypje ftohtësia që tregoj me Erdoganin. Rama. Ose ftohtësia, e trajtoj si gjithë tjerët, nuk...
Jo, e shoqëroi, jo. Ashtu i shoqëroi gjithë? Jo, Erdoganin e shoqëroi me extra step e i dha një... Erdogani nuk është musliman. Është, e di vetëm për sultan, dhe është një sultan, është figura më e fortë që ka Europa mrenë, se dhe Stamer është gritësi, luftën e bërë Erdogani, në qofë se është për luftë, se Britania është të ftofë me mbëdhë, nuk bëdo të luftë. Shërrin të bobë? Shërrin të qajo, nuk le tull pa të lujtë. Po më fund fare thot, Amerika hajtë se në gjujtën, ose Erdogan hajtë se në gjujtën. Kjo është paka shumë. Dhe Erdogani është koka më e fortë sot në Europë. Dhe respektin që i bërë Erdoganit ishte shumë tepër i veçantë, ishte në bazë të rregullat muslimane, pra nuk u bën shumë humore, një humor i vogël edhe po shoqëroi deri në fund më shumë se gjithë tjerët. Domethënë deri në fund. Dhe çfarë më bëri përshtypje se e pash më shumë vëmendje që gjithë secilit i dha respektin e duhur, pra nuk la asnjë njeri pa respektu. Dhe në fund citoi diçka kryevepër. Tha, sofra e kemi tha në atë si quhet e libri joni famshëm, jo ma e që ka veriu Kanun veri, më kalon vesh më pret grosha nese tha në kanun tha kemi atë tha që shtëpia shqiptare është po ky urren veriun në fakt kishte nxjerr vetëm pamje nga veriu atë po nxjerr një me fustan edhe neve ashtu po jo të gjitha ballën dyshët veriut lahutën e veriut atë me xhublet që i ra kush nga veriu më burr i ka nga veriu po neve pse ne jugor me çfarë ne jugor çka është ky lloj persekutimi duhet flasi Sala mos flasi vetëm për persekutimin e veriut, flasi edhe për persekutimin e jugut, që ta bëj tamam mut këtë vend. Jo, pse kujto ti se po pat ca jeta i këtu në politik, dhe nëse 20 çik veriu që fillon voto kundra Salës, nuk e fut që jugu është i pushkës, ky veriu që i delet. Ai nuk le gjë pa, domethënë është shkolla më e errët e psikologjisë turme. Si do duke udhëtimin ti në Bruksel? Kush e dhjeu me e pa? Si që ishë, ka takum për rojen? Vetëm doli. Kush ka ngel atje me... Edhe rojan duket kishë ndezur sinjalin e alarmit, nuk ishte dalë në punë fare. Kush ka ngel atje me prit Saliun? Kush... Jo, kishin ardhur gjithë në fakt, Ministria e Jashtme, Van der Leyen, shefi NATO-s. Këtu? Po pra atje është ka ngel roja. Roja kishte ndezur sistemin e alarmit dhe kishte ikur, nuk kishte ndezur. Jo. E di që ishte një pyetje. Edhe bëri përshtypje se lash dosjen, kur e bëri dosjen? Se dosja do ca punë. Po gjithë jetën kështu ka thonë më dosjen. Tani ajo pyetje që më shumë më tru është kjo. Në fakt e kam për simpatizantët e Saliut. Atyre duhet t'ja usqarosh, kur thua duhet t'ja usqaroj simpatizantët, se ka nevojë nuk. Jo, një pyetje. Do më thonë, vërtet më qa besimi, do më qa mendoni që do bëte Saliu në këtë summit? Ose, a keni besimin që në udhëheqjen e Bacës Sali, për shembull, Shqipëria do njihej në këtë formë, do kishte këtë respekt? Ose çfarë ju shty për shkakun që të mendoni që një person që pagute 30% e vendit drita mund të jetë i duhuri për të ul energjinë ekzistetit? Ose një njeri që i futin ndihma sociale gjithë pensionistët mund të rregulloj pensionet. Ose një njeri që solli një kaos pa ndërtimesh kudo në Shqipëri s'la gjë pa kafshu, mund të rregulloj arkitekturën urbane. Do nëse duhet kapesh ke i vend, se di jam kuptoj. Marido, gjithmonë duhet ngelen te Anglia. Mund të ketë ndonjë reperkusion në fakti që Rama nuk ja pranoi kampet, thamë?
Mu bo kjo pyetje edhe në inbox. Unë në anglis tani po tjetë për mua, me sinqeritet, do të them të vërtet në shpirtin, unë dhe isha dhe ambasadën. Do më ishim shumë mirë kur si ishte hiqë aty. Pse? Se janë të pa prediction. Janë të pa prediction. Edhe me shoqërinë, edhe ata e din vetë. Do më thënë, nuk mund thush e kam shok. është e pa mundur thush e kam shok. E ke shok deri sa I të kryej atë, si mund të them, nevojën që ka. Ose deri sa ti duesh. Dhe nëse vune re bisedën e Starmer këtu, ishte ndezës I Ukrajinës, ai nuk u mor fa as me ekonominë, mor as taksa, se foli Macroni, po të bajë Macroni për shumë, nuk është se kam në I simpati qofsa të po Macronin vetë, po foli dhe ai për ekonominë, jo po ne tha, mendojmë ta bëjmë kështu, sikur të hiqim taksat nëpërmjet të krijojmë një komision europian politik, domethënë kishte gjona tjera. Ky Ukrainë, një hypci për Ukrainës